Peticioni të banorëve të Kostrnikut ju bashkangjiten edhe qytetarë të tjerë të Kumanovës. Nisma për mbledhjen e nënshkrimeve kundër mbylljes së shkollës fillore të fshatit erdhi pasi që drejtoria qendrore e Tabanocës i ka informuar arsimtarët për mbylljen eventuale nga shtatori. Ku me kona e rregull ata më dje kanë qelë shkollën e me mshel. Ajo nga të menve, mija e vogël s'mojnë me shku në Kumanovë. Të vogël jonë fëmija. A disa jonë të mëdhaj po, atë voglit s'mojnë me shku. A që të shpija ngatë edhe sun po shkojnë pa e quën në na vetë e babaj vetë. Jo se me shku në Kumanovë. Ato nga të menve po së ti. Mos të bajnë që të ohën. Pa dyshim që nuk duhet të mbillet, sepse na me njerëz këto katundarët e kanë qelë, e kanë hapë me parat e tyre këtë shkollë, mu mbill asesi, po i bëj apel që seriozisht të miren me këtë dhe dojmë këtu që fëmijët i shohim duke vrapu, duke shku në shkollë dhe duhet të lëzoj këj vend, e jo mi mbill shkollët, pa marrë parasysh sfidat që janë, ata duhet të bëjnë përpjekje për me vazhdu fëmijët këtu mësimin. Kritika të ashpra nga banorët patin ndaj pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, të cilët sipas tyre, me mbylljen e shkollës po detyrohen banorët ta braktisin fshatin. Unë edhe në këto momente nuk ndina mirë, për shkak se prap folët se nëse jo tash, mbas 5 viteve do të mbyllet shkolla e fshatit Kostrnik, nëse numri i nxënësve vazhdon të bije. Unë, nëse shkolla mbyllet, jam i detyruar të iki jashtë vendit, edhe pse isha në Gjermani, isha një kohë në Gjermani, u ktheva shkaku që fëmija me të mësojnë në vend lindje dhe të jenë afër familjarëve tyre. Nga takimi jo formal që kryesia e fshatit të premten e pati me përfaqësues komunal, dolën premtimet që ky vendim do të prolongohet dhe të shqyrtohet në instanca më të larta administrore. Nga sektori për arsim në komunë të Kumanovës thonë se janë kundër çdo vendimi për mbyllje të shkollave fillore që gravitojnë në këtë komunë dhe se presin nga Ministria e Arsimit që të miratojnë edhe për vitin e ri shkollor paralelet e shkollave të qytetit, por edhe të fshatrave. Deri më 1 qershor 2026 në klasë të parë, 16 shkollat fillore janë regjistruar gjithsej 863 nxënës. Nga numri i përgjithshëm i nxënësve, 772 nxënës janë regjistruar në shkollat qendrore dhe 91 të tjerë në shkollat rajonale, në gjithsej 18 shkolla rajonale. Në përputhje me situatën numerike në shkolla sipas udhëzimeve për optimizimin e rrjeteve shkollore të marra nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, janë dorëzuar kërkesa për formimin e paraleleve edhe që janë më pak se 20 nxënës, me një plan të hartuar më parë për optimizimin e numrit të nxënësve për secilën shkollë si person juridik individualisht. Sikurse shkolla e Kostrnikut në rrezik për mbyllje janë edhe disa shkolla të tjera në gjithë vendin, paralajmërim ky nga Ministra e Arsimit Vesna Janevska për riorganizim dhe sistematizim të arsimit fillor dhe të mesëm.